Zemra po lë edhe të rinjt, rriten rastet e arresteve kardiake, mjekët mos neglizhoni kontrollet. Problemet e zemrës tek të rinjt po kthehen gjithmonë më shumë në shqetësim serioz. Nuk mungojnë as raste të cilat shpesh prej një ataku kardiak, fatkeqësisht kanë përfunduar në fatalitete. Mjekët specialistë rendisin disa faktor kryesor që kanë ndikim në rritjen e këtyre rasteve. Ataku kardiak mund të ngatërohet me atakun e panikut, kjo pasi shpesh simptomat mund të jenë të ngjashme. Mjeku kardiolog shpjegon dallimin mes tyre. Specialistët sugjerojnë të bëhen sa më shumë ekzaminime rutinë të përsëritura veçanërisht për të rinjt me faktor rreziku dhe të mbahen nën kontroll niveli i yndyrnave në gjak, duke ulur kështu riskun e shfaqjes së sëmundjeve të zemrës.